Përshëndetje. Si që pa ta thënë, të beja një video për më të detajuar për Lemurian. Si pas meje, të ashtu quetur me fjalë njeriun e parë, me trup. Pavarësisht se me gjithë këtyre milionave vjetë, forma e trupit, gjatësia, gjitha këto kanë ndryshuar, por le themi të ashtu quetur njeri me fjalë i mishëruar, me trup. Këtu në tokë. Okej, atëhere. Ka disa që, thonë se Agatha kanë qenë përpara, por unë do them, si pas asaj, që si pas asaj që thonë antenat e mija, le të themi. Okej? Lemurian, në fillimet e veta, nuk kanë qenë në trup fizik, kështu si që e njohim ne me fjalë. Kanë patur trup, por le të themi trup të dukshëm. Që edhe drita e diellit i përshkruan të me fjalë. Nuk mund të preknin gjëra, që të kapnin gjëra, që ti me fjalë ishin si ta themi si fantazma. Në formë fantazme që ose dikush me fjalë për ta përfituar në një farë mënyrë. Dhe ato komunikonin me veten, me anë telepatike, patjetër se s'kishin, nuk përdorin as fjalë asgjë të tilla. Dhe tash po flasim në fjalë nëse me fjalë me kohën, siç e me fjalë për ta matur me kohë, siç e njohim neve kohën, e cila ka dhe kjo diçka që nuk ekziston në të vërtetë, kështu siç koha nuk ekziston në të vërtetë, por nëse ta themi të bëjmë një formatje, dhe të flasim para 12-15 milion vjetësh, me fjalë që ka ndodhur kjo. Edhe, siç po thosha, ata ishin në trup të dukshëm, ose si hologram, po ta përfitojmë. Më ashtu siç mund ta, me fjalë disa që mund ta kenë quajtur që hologramat, të cilat janë realitet sot. Edhe diçka tjetër që nuk mund të prek gjëra ose kështu, është thjesht energji pak e dukshme, le të themi. Atëherë, këto, me fjalë, Lemuria, në fillimet e vetë, me fjalë, në të kohë, me fjalë, që ishin në këtë formë që ishin, me kalimin e kohës, sepse ato ishin, le të themi, me fjalë, vendosën në një farë mënyrë që tokën ta kthen në diçka të jetueshme, fjalë, që jeton edhe toka me fjalë vet, se ata me fjalë ishin të orientuar edhe kishin, edhe me qenë të tjera, kontaktonin me anë telepatike kështu, qenë të tjera universale. Po unë po flas për këtu në tokë. Pra Lemuriat filluan me kalimin e kohës, gjetën mënyrën, edhe sepse edhe trupi vetë, me fjalë, ky trup që kemi ne është energji, gjithashtu. Por sikurse e kishin ata energji të, me fjalë, shumë të jo të dendur, le të themi. Ata gjetën mënyrën, sepse inteligjenca ka qenë dhe është e pafundshme, normalisht. Vetëm nëse dikush fillon të bie në harres, sepse përqendrohet shumë në material, në gjëra materiale dhe harron vetveten, edhe kështu ka filluar edhe me Lemuriat. Në fjalë, nga atje ata që ishin fjalë që ishin vetvetja, nuk ekzistonte në fjalë ti, ai, ajo në fjalë të ndarë. Ekzistonte ne. Në fjalë, ne, e përbashkëta. Kështu ka pas ekzistuar. Edhe toka në fjalë ishte një me ta. Në fjalë, toka le të themi lindi në fjalë, siç ka ekzistuar kështu si tokë, po jo në formën që ashtu, në fjalë siç e njohim neve sot, ka qenë, le ta themi, si e pa shpirt, e pa jetë. Dhe Lemuriat, me fjalë, e vënë për detyrë, me fjalë, e bën gjë të gjallë. Toka është gjë e gjallë sot. Nuk është thjesht një objekt, është gjë e gjallë. Dhe kjo, me fjalë, për këtë kanë kontribuar Lemuriat, me fjalë, njeriu i parë, them unë. Në gjendjen e njeriut, në formën e njeriut, që njohim neve sot. Dhe në fjalë, kjo ishte ajo çka ata i vënë detyrë, edhe me kalimin e kohës ata filluan
të ngjeshin dhe energjinë e trupit të vet. Derisa arritëm fjalë u bëm në trup fizik, fjalë pothuajse në gjendje që e njohim ne sot, Jo ka të ngjeshur siç është sot në shumicën e njerëzve, sepse edhe sot ka njerëz që kanë trupin, por nuk është aq i ngjeshur, energjia fjalë. Nuk është aq i ngjeshur, është me fjalë janë çliruar nga ana materiale fjalë. Janë çliruar nga hakmarrjet, nga inatet, nga gjërat jo pozitive. Ata që janë çliruar nga këto, ata ja afrohen shumë në atë në gjendjen që kanë qenë lemurën përpara dhe kanë mundësi të kapin dhe kontaktojnë me botë të ndryshme, le të themi. Në për frekuenca të ndryshme, në për dimensione të ndryshme, quani si doni. Pra, lemurët, kur arritin që formuan trupin e plot, por kanë patur gjatësi, nuk ka patur, flasim 3, 6, deri në 7 metra, trup gjigant kanë pas formuar, kanë pas qenë në atë kohë. Dhe pastaj kur formuan trupin e tyre, filluan, kishin komunikimin telepatik, ose dhe lëvizje të kështu telekineze, që quhet fjalë që zhvendosen me anë të mendimit të trurit. Të gjitha ato gjëra që neve na dukeshin ose mund të kemi ashtu të marrë si pralla ose si legjenda, të theme. Po këto kanë qenë të vërteta. Edhe ekzistojnë edhe sot, por jo për masën. Atëherë ishte për secilin. Dhe siç po thoshe, Lemuria. Sepse këtu ka edhe një dikush më ka bërë dhe koment, pati folur që Agathjat ishin përpara, do flasë edhe për Agathjen, sipas asaj timës prap. Edhe mos harroni. Kjo ndihmon për të afruar dhe për të si thon, antenat, për të forcuar antenat që të kapin sa më shumë. Atëherë, dikush pati thënë për Agathjat, si po them që ka qenë Agathjat në para të andet, por sipas asaj timës, Agathjat janë vazhdimsi, por jo direkt e të atyre të quajtur Lemuria, por do vim pastaj çik më vonë. Siç po thosha, Lemuriat e gjetën, formuan trupin dhe filluan hyn në botën materialeve. U shkëputën nga ajo energjetike në një farë mënyre. Jo komplet, u bën një me tokën, le të themi. Materializuar, u bën një me tokën, sepse materializimi që u bë, u mor filloi të mirët nga toka. Fjalë që ngjeshën trupin, energjinë dhe doli trupi siç po them mishërim, le të themi. Okej, atëherë. Edhe më vonë, mbas epokë, flasim miliona vjet përpara, Dhe me kalimin e kohës, ata komunikojnë dhe kishin komunikime me gjitha qenet e tjera në universum, ose kudo që ata janë. Në fjalë, në botën e padukshme, ose edhe të dukshme, nuk ka rëndësi. Atëherë, pas Lemuria të arritën deri në atë pikë, nga koha ku filloi materializimi i trupit. Atëherë, me kalimin e kohës, disa filluan të përqendrohen më shumë në materialja. Me fjalë të kenë, me fjalë sepse aftësitë gjendjen ato e kishin për herë të shpikin gjendjen. Gjërat me hanë siç bën sot shkencëtarë që gjën gjëra, që shpikin le të themi. E njëjta që filloi dhe atëherë me ta, fjalë dhe filloi po u pëlqente, fjalë si lojë. Si lojë, me që wow, çfarë po bëjmë? Wow, mund të bëjmë këtë. Kështu, e ke parasysh, po i tërhiqte. Dhe aty filloi, kështu ka filluar të ndahet. Më fjalë, ka filluar, si çdo lul, më fjalë, pranvera nuk vjen vetëm vjen edhe me lule normalisht. Çelë e para, pastaj çelë të tjera. Kështu, më fjalë, ishte si infektim tek uni ose egua. Filluan për donin hyri kjo konkurenca pastaj në një farë mënyrë që unë jam i mirë se sa ata tjerë. Fjalë filloi ta ndaj veten. Nuk ishte më ne, ishte unë. Unë jam i mirë, ose unë dua, unë bëj këtë, unë atë. Fjalë filloi hyri uni. Flasim tash, mbas kohë gjatë, nuk ndodhi nga brenda natës, le të themi. Edhe derisa arriti pastaj që shumica
filloj dhe u unizuam, fjallu ben una. Unë dan nga njëri tjetri, nuk ishte me kjo e kolektiv, fillon të harrojnë vetë. Dhe po përshëndroshin e materialja. Kjo është çka ndodhi dhe pastaj deris më fjalë tash të quajtur Atlanti, me teknologji materiale, kjo do në nënvizuar teknologji materiale. Tash të quajtur Atlanti që ka mbetur që dëgohet, prap thosë si legjendë se prallë, si jo e vërtet, por ka qenë e vërtet. Dhe ja, derisa Atlanti arriti deri në tash të quajtur thuhet si shkatëri. Megjithëse unë nuk jam i këtij mendimi, për s'ka pase mund të bëhet një temë tjetër kjo. Okej, po kthej pak kështu se këtë ka erë, se nuk e dëgjoni mirë videon. Atlanti është vazhdimësia e Lemurias. Me fjalë Lemuria, ata pak që mbetën fjalë që nuk që qëndruan dhe nuk me fjalë që u bën qëndrështarë dhe nuk e lanë vetën të hynë në uni, ata e kanë mbajtur le të themi edhe e mbajnë edhe sot tokën në këtë gjendje, që është akoma e gjallë. Toka është e gjallë. Nuk është i gjë fjalë si themi ne, cop tokës e kështu gjë e hekur gjë e ngurtë ashtu. Jo, është me shpirt tamam. Dhe mbahet nga këta tash të quajtur të atëhershëm Lemuria. Edhe mbas Atlantit, u zhduk dhe Atlanti në një farë mënyrë, u zhduk si, le të themi si qytet, si gjë e dukshme. E dukshme për syrin fizik. U zhduk. Si kushte dhe Lemuria, me fjalë tash u quajtur Lemuria. Me fjalë Atlantit ata janë vazhdimësia e Lemurias. Fjalë ata, si erdhën më vonë. Jo erdhën vonë, u ndryshuan, fjalë këta ishin këta unat, këta egot. Që le të themi shkërtarë që hyn në fjalë u bën një me botër materiale. Besoj se e kuptoni. Nëse dikush nuk e kupton, lutem shkruani. Edhe Atlanti mbasi u zhduk si e dukshme, për syrin këto se arritën në kulme shumë të kjo që njohim neve sot për shumicën e njerëzve që njohim ne këtu sot, kjo është izgjë fatikisht, me po ta krahasojmë me teknologjinë e asaj që flitet Atlanti. Ata fjalë arritën në kulme shumë të pabesueshme për sot, për mendjen tonë. Edhe u zhduk si qytet ose si bot, u zhduk për syrin ose që nuk shifeshe me fjalë, sa thonë u fundos det, u mbyt ose u shkatarrua, nuk ka rëndësi. Ka pat kontinente tjera njërën tjetër, megjithëse kjo me tokën, mallësia, e gjerësia, edhe çka ka njërën tjetër. Sa bot ka kështu rreth e përqark nesh edhe plus me tutje që ne nuk i shohim, nuk kemi në gjendje ti perceptojmë ose ti shikojmë. Edhe këto shikohen dhe perceptohen vetëm kur arrim në frekuenca të larta të trupit që ndahemi nga uni. Kur fillojmë ndajmë nga uni, fillojmë shikojmë dhe kuptojmë shumë më tepër, shohim gjëra të ndryshe, por prap një temë tjetër kjo. Atëherë po ktheu edhe një te Atlanti dhe nga Atlanti, Lemuria, këta të gjithë fjalë që se Atlanti pse u zhduk, pse u shpërbe, sepse sipas asaj times, ata filluan fjalë të kthehen përsëri tek ne. Se nga që arritën në kulme shumë të tmerrshme, të pa imagjinueshme, siç po thoja, ata, më fjalë, disa dhe shumica nga tyre filluan pastaj të kthehen përsëri në rrenjët. Dhe në rrenjët, le të themin atë Lemurian, që ishin përpara. Tek një, që ne jemi një, nuk jemi të ndarë. Filluan të zgjoheshin në një farë mënyrë, le të themi. Edhe këtu fjalë arriti dhe filloi fjalë le ta quajmë shpërberje ose fundosja. Unë do të thosha shpikën mënyrë që ky qytetërin të bëhet i padukshëm, që çdo teknologji fjalë ose armë ose çdo gjë që ishte bërë aty të mos ishte më për unat. Për njerëzit që ishin shumë që kishin për qëllime për të përdorur këto, më fjalë për qëllime shkatërruese. Kjo është sipas meje. Burime, të tjerët e ato, në fjalë sa kam parë unë të janë thonë që u mbyt, u shkatrua, me bomba atomika, gjëra të tilla. Unë
nuk jam i kësaj, por nëse secili beson çfarë të doj. Sipas asaj që po thoja unë, ata në fjalë arritin fjalë e bën le të themi kontinentin, qytetin, ishullin ose si duhet të padukshëm, sepse ishin aq me fjalë teknologji të marramendse të fuqishme që neve siç po thosha nuk mund ta perceptojmë dot, saqë arritën në fjalë që të bëhet e padukshme. Që ekziston edhe sot, mi po përsëri tonë është i pakapshëm. Sepse edhe këtu në tokë ka vende që nuk lejohet asnjë lloj aeroplani ose nëse ashtu më ndodhin çuditëra, probleme, defekte, gjëra të tilla, Kemi dëgjuar, ose nëse s'keni dëgjuar, shikoni nëpër internet, besoj do gjeni informacione të mjaftueshme për gjëra, për dukuri të këtilla. Apo çfarë thon trekenci Bermuda e gjëra të tilla. Ka shumë gjëra në këtë drejtim. Prandaj këtu vim tek tash të quajtur Agatha. Agatha tash të quajtur Mihal që quhen Agatha. Thon prapë është legjendë, jo nuk është legjendë, është e vërtet. Janë ata tash të quajtur në fillim Lemurian, që qëndruan, le themi, Lemurian, që u ndan edhe në për pjesë të ndryshme të tokës, le themi, kur filloi Mihal që në një mënyrë u shbe ajo gjendja e Lemurian atëherë fjalë që fillon po ndash siç po thosha në fillim që fillon të identifikohen me botën materiale më shumë dhe po e linin atë fjalë. Shpirtërore, botën shpirtërore, edhe këta të Atlantit, që ishin prap pasardhësit e Lemurias, që ishin nga njëjta. Se një rrej ka qenë, një pemë ka qenë, një pemë është akoma, nuk është se ka qenë vetëm. Edhe këta në fjalë u poqen, edhe në mendime, edhe në rgjetën vetë le themi. U rikujtuan kush janë, nga ku kanë ardhur, kush janë rrenjët, kush janë në të vërtetë. U zgjuan përsëri le të themi, u rizgjuan. Edhe dutuan atë që ne quajmë që flitet që është Agathia. Që është në brendësinë e tokës. Edhe ata kanë trup mbi 3 metra. Paka shumë, e afrojnë asaj që kanë patur Lemuriat në fillim kur arriti që bën trupin fizik. Kjo është ajo çka sipas antenave të mia, sipas fiturive të mia, ka ndodhur. Megjithse e ardhmja e shkuar e gjitha ekziston një jetë në kohë, por po e ndaj edhe unë sipas kohëve që e kupton mendja. Atëherë, përse ose s'na hyn në punë kjo, çfarë ka ndodhur, është e shkuar këtë ande. Po pse hyn në punë? Sipas asaj times hyn në punë, sepse duke ditur ose duke ditur kush kemi qenë, çfarë gjend ne jemi akoma të njëjtit fatikisht, thjesht mënyrën e ngjeshjes të trupit tek secili tash e ka ndryshe, sepse kjo varet nga ana materiale, nga ana ego, unë them këtë ego nuk kam qef ta përdor të drejtën, po uni, po nuk besoj se e kuptoj shumicat, uni është ego. Ata që janë përqendruar në uni, ata janë në frekuenca të ulta dhe nuk arrin të kuptojnë ose nuk arrin të shohin shumë gjëra të cilat ekzistojnë në të vërtetë. Edhe ka që ka ardhur koha, dhe po ecim me shpejtësi marramendse me hapa shumë gjigant, është e mirë që sa më shumë ta din këtë histori ose historinë e vet, ta din historinë e vet. Në qoftë se dikush është i mendimit që është ndryshe nga kjo që e them unë, janë të parë ata s'karënci, por rrenja ose ajo fjalë shtylla kryesore e të gjithës kësaj është që neve jemi energji e vetëdijshme, ajo që ne i themi shpirti. Të filluar do mos identifikohemi me trupin. Ky është një hap i madh. Të kujtosh vetë kush ke qenë, ose që gjendje ke qenë, të fillosh të kujtohesh, edhe që çdo gjë është ti, çdo gjë është e bërë nga ty,
çdo gjë fjalë ti je çdo gjë, atëherë ndryshon dhe çdo gjë. Fillon dhe vjen dhe më shpejt dhe kohët e arta po vinë, kështu ose ashtu, po puna është që përse jo të mos fillosh edhe ti rrugtimin për këto kohët e arta. Rrugtimin për tek vetja. Pasë kush nuk ka qef, është mirë kështu siç është, të vazhdoj, se cili është i lirë. Por do mbeshe shumë qefin që ose këtë video është përndani, sepse sipas asaj times, me të vërtet besoj se është një informacion shumë i rëndësishëm që prek secilin. Atëherë, kalofshi mirë, edhe jeta është e bukur, shijojeni. Ciao ciao.